Një aleat i ish-presidentit Donald Trump, i cili ka punuar në Departamentin e Drejtësisë gjatë mandatit të ish-presidentit, tha se nëse zoti Trump zgjidhet përsëri, administrata e tij do ta merret kundër individëve të mediave përmes padiveve kriminale ose civile. Kash Patel, i cili ka shërbyer edhe si shef i stafit të Departamentit të Mbrojtjes dhe kishte një detyrë në Këshillin e Sigurisë Kombëtare, foli në podcastin e zotit Steve Bannon. Duke folur lidhur me një fitore të mundshme nga zoti Trump, ai u shpreh: "Ne do t'i zbulojmë konspiratorët, jo vetëm në qeveri, por edhe në media, lidhur me zgjedhjet e vitit 2020, të cilat zoti Trump i humbi përballë demokratit Joe Biden. Zoti Trump dhe aleatët e tij kanë pretenduar në mënyrë të përsëritur se zgjedhjet janë vjedhur, pavarësisht faktit se shumë zyrtarë federal dhe lokal në një listë gjatë gjykatash, ish punonjës të lartë të fushatës, madje edhe vetë prokurori i përgjithshëm gjatë mandatit të ish-presidentit kanë thënë se nuk ka prova lidhur me pretendimet për mashtrime." Zoti Trump ka premtuar gjithashtu hakmarrje si një pjesë qendrore të mesazhit fushatës, ndërsa kërkon një mandat të dytë në Shtëpinë e Bardhë. Fushata e zotit Trump u distancua nga komentet e zotit Patel përmes një deklarate me tone të ashpra, duke thënë se deklarata të tilla nuk kanë lidhje me fushatën. Zyrtarët fushatës nuk i përgjigjen pyetjeve nëse zoti Trump po i shërton planet e përshkruara nga zoti Patel. Zoti Patel punon në Qendrën për Inovimin e Amerikës, një institut konservator dhe është pjesë e një rrjeti grupesh konservatore që përgatiten për një mandat të dytë të mundshëm të zotit Trump në Shtëpinë e Bardhë ose çdo konservatori që ndan pikpamjet e tyre. Në intervistën për zotin Bannon, zoti Patel tha se ne do të vijemi pas individëve në media që gënjyen qytetarët amerikanë që ndihmuan Joe Biden që të manipulojë zgjedhjet presidenciale. Do të vijemi pas jush përmes padive kriminale ose civile, po ju vëmë në dieni të gjithëve.